Eftuar në studion tonë, deputetja e Partisë Socialiste, njëkohësisht kryetare e grupit parlamentar të çështjeve të jashtme, zonja Arta Dade. Mirëserdit, zonja Dade. Mirëserdit, kënaqësi që kemi në studio. Dje është diskutuar një projekt rezolut me Bashkimin Evropian në lidhje me ecurinë e Shqipërisë për përmbushjen e 5 prioriteteve për antarësimin e vendit në këtë organizëm. Në opinionin tuaj, si është kjo projekt rezolut? Unë dua të vlerësoj vëmendjen që Bashkimi Evropian në përgjithësi ka ndaj Shqipërisë dhe nuk bëj gabim të ri përsëris që dera vazhdon mbetet e hapur dhe ka një dashamirësi dhe seriozitet dhe një vullnet të shprehur për integrimin jo vetëm të Shqipërisë, por edhe në përgjithësi të asaj që tani quhet Ballkani Perëndimor, por sigurisht avancimin në agendën europiane ka të bëjë me përmbushjen e atyre detyrimeve që i duhet një vendi t'i përmbush në mënyrë që të zëri vendin që i takon në Bashkimin Evropian. Nisur nga kjo, besoj që është vlerësuar fakti dhe ajo çka ka bërë edhe qeveria aktuale për përmbushjen e disa standardeve dhe marrja e statusit vendit kandidat, padyshim që e ngre Shqipërinë në një marrëdhënie cilësisht të re me Bashkimin Evropian, por kjo gjithashtu do të thotë që detyrimet sigurisht janë edhe më të mëdha. Unë besoj që rezoluta që e balancuar, nëse do të përdor edhe një nga fjalët që u përdor edhe gjatë debatit në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, besoj që të njëjtë deputet që kanë një njohje të gjatë, jo vetëm me Shqipërinë, por dhe me rajonin, kanë marrë fjalën dhe kanë vlerësuar progresin, por gjithashtu neve monitorohemi për përmbushjen e atyre 5 kolonave, do të thoja tani, 5 fushave të veprimtarisë lidhur me agendën europiane, të cilat padyshim i takon qeverisë që t'i përmbushi, por sigurisht integrimi në Bashkimin Evropian nuk është integrimi i qeverisë, është integrimi i Shqipërisë, pra edhe elemente të tjera të shoqërisë shqiptare, por edhe të shtetit shqiptar, padyshim që duhet të kenë në fokus agendën tonë europiane. Në fund fundit, përmbushja e këtyre standardeve nuk mund të konsiderohet një medalje që do t'i vihet Shqipërisë, cila do qeveri i takon një moment i caktuar në një fazë të caktuar të agendës europiane, prandaj kjo nuk është një akt, por është një proces i cili shtrihet përtej mandateve të qeverive të caktuara. Por unë mendoj që pikë së pari, standardet duhen përmbushur përveç shqiptarët, në mënyrë që ata të jetojnë njësoj si europianët e tjerë dhe në fundit integrimi duhet të jetë i kuptueshëm, i perceptueshëm nga ana e shqiptarëve, nga ana e qytetarëve të Shqipërisë dhe Europën t'ia sjellim këtu. Qartë. Një ndër pikat e diskutuar natyrisht është bashkëpunimi mes mazhorancës dhe opozitës, shumë i trajtuar jo vetëm në projekt rezolut në djeshme, por gjatë gjithë këtyre viteve që ne aspirojmë ty në Bashkimin Evropian. Si po ecën në opinionin tuaj ky bashkëpunim? Përgjithsisht marrëdhënia konfliktuale, pozit-opozit, dikur PD-ja në pushtet dhe ne në opozit, dhe tashmë ne në pushtet në qeverisje dhe PD-ja në opozit, kjo marrëdhënie konfliktuale ka qenë vazhdimisht problemore dhe unë besoj që ka ndikuar negativisht në avancimin e agendës europiane. Vjen re që tashmë opozita aktuale, mund t'i referojmë bojkotit, bën gabime që mund të konsideroheshin edhe gabimet tona në një periudhë më përpara. Për te argumenteve që ne mund t'i quani më të qëndësishme, por gjithsesi bojkoti i institucioneve asnjëherë nuk është pranuar edhe nga ana e partnerëve tanë, dashamirësve tanë, qofshin këto grupet parlamentare brenda Parlamentit Evropian, madje edhe ata që neve i konsiderojmë edhe partner ideologjik të socialdemokracisë, pra që është grupi socialist dhe demokrat. Kështu që ata asnjëherë nuk e kanë pranuar dhe nuk e kanë mbështetur bojkotin e Parlamentit. Dhe njëjta gjë është ripërsëritur. Pra unë do dëshiroja që opozita e tanishme të mos bënte gabimet që kemi bërë ne, por gjithashtu dhe majoranca që qeveris vendin të mos bëjë ato gabime që ka bërë dikur majoranca cilën ne e kemi kritikuar. Dhe duke u korrigjuar secila pjesë e politikës dhe duke korrigjuar vetveten, padyshim që do t'japim diçka më të mirë, një produkt më të mirë për shqiptarët, por edhe për të konsoliduar atë përpjekje që shqiptarët kanë bërë, por edhe aspiratën e tyre për t'u antarësuar krahas
familjeve të tjera të civilizuara, të shteteve të tjera të civilizuara të familjes së madhe europiane. Unë besoj që ka ende shumë punë për të bërë. Plani i veprimit është hartuar tashmë nga Ministria e Integrimit dhe edhe është diskutuar edhe në parlament. Pra çdo institucion ka disa parametra për të përmbushur, sikurse është edhe parlamenti, të cilin padyshim që unë e ndjek më afër, dhe besoj që duke u monitoruar dhe duke patur vetë ne një ndërgjegjësim që duhen përmbushur disa detyrime, jo për Europën, por për veten tonë, për të konsoliduar demokracinë, për të konsoliduar marrëdhëniet ndërinstitucionale, për të konsoliduar marrëdhëniet pozit-opozit, dhe kemi rastin që mbas rezolutës që kemi kaluar në parlament, sigurisht ishte me nismën e opozitës, por u manifestua vullneti i maxhorancës, gjë që nuk ka ndodhur në ndonjë rast dikur nga maxhoranca e para 23 qershorit. Besoj që ka filluar të funksionojë mekanizmi i këtyre komisioneve që u kërkuan, 2 komisionet respektive. Besoj që do të ketë një bashkëpunim edhe për reformën në drejtësi, megjithëse ka patur një farë rezistence duke kërkuar opozita që të ishin 2 bashkëkryetar, padyshim që nuk mund t'i krijohen aq shumë leadershipe kur janë në opozitë, sepse kujtoj liderin e tyre që na thonte juve doni të bëni maxhorancë, por nuk bëheni dot. Ne kemi një këndvështrim tjetër. Sigurisht ata drejtojnë disa komisione, opozita i ka të gjitha parametrat për të funksionuar si e tillë, por aman duhet edhe të bëjnë detyrën. Dhe me kënaqësi kam konstatuar, dhe nuk është era e parë që edhe e them publikisht, që parlamenti funksionon konform parametrave të një parlamenti realisht demokratik. Kemi një tjetër vizion dhe një tjetër këndvështrim në menaxhimin e parlamentit, madje edhe të seancave parlamentare, por kjo nuk do të thotë që dikush të abuzoj me një farë tolerance që vihet re edhe nga kryetari i parlamentit gjatë seancave plenare. Ndërsa puna në komision sigurisht aq sa të jep debatin apo ndoshta ka dhe përforcime të toneve të konfliktualitetit, sidomos në komisionet të tjera, siç është Komisioni i Ekonomisë për shembull. Kurse në Komisionin e Politikës Jashtme ndodh ndonjëherë kur vjen ministri, por me thënë të drejtën puna t'jep edhe kënaqësi, sepse vërtet kur punon së bashku për të mirën e vendit dhe të qytetarëve, normal që edhe ne si politikan marrim ato kënaqësitë respektive. Dhe besoj që kështu ka qenë edhe puna jo vetëm në Komisionin e Jashtëm, por edhe në Komisionin e Integrimit, kur ka një vullnet dashamirës dhe kur punohet për diçka më të madhe se sa vetvetja apo se forca që përcakton, normal që do të marrësh edhe frutet e kësaj pune. Një moment shumë i rëndësishëm ku është vendosur vëmendja e ndërkombëtarëve, por natyrisht dhe vëmendja e të gjithë shqiptarëve që do jenë votues, janë zgjedhjet lokale të 21 qershorit. Si po i pret Partia Socialiste këto zgjedhje? Sigurisht, basi u bë reforma për ndarjen administrative, që duhet thënë është një nga reformat më të rëndësishme, pavarësisht që ka patur një bojkotim të kësaj reforme nga ana e opozitës, është e drejta e tyre që të mbajnë qëndrimet përkatëse, por unë uroj që edhe ata të përgatiten, dhe këto ditë kemi marrë lajme që po përgatiten me strukturat e partisë. E njëjta gjë duhet ndodhi edhe me forcat që qeverisin vendin. Besoj që Partia Socialiste do të përgatitet. Unë gjykoj që vazhdimisht kur është fjala për zgjedhje, gjithmonë debatet bëhen për kandidaturat. Dhe besoj që ne do të kemi aq mundësi sa të japim njerëzve ato kandidatura që do të punojnë për njerëzit, sepse kemi një situatë të re politike me ndarjen e re administrative. Do të kemi kryetar bashkisë shumë të fuqishëm, jo vetëm që do të administrojnë territore më të mëdha se sa deri më sot, por padyshim kjo u bë që të kanalizohen edhe fonde dhe projekte madhore në mënyrë që shpenzimi i të ardhurave apo i investimeve të jetë efektive. Dhe besoj që këtu duhet bëjmë shumë kujdes që të gjejmë ata njerëz, ato personalitete që jo vetëm mund të marrin vota dhe gëzojnë respektin, por edhe të kenë kapacitetet e domosdoshme për të menaxhuar, për të qeverisur këto njësi. Pra, do të jenë 61 kryetar bashkish.
në një farë mënyre do të kenë teritore më të mëdha, do të kenë popullat më shumë që do të përfaqësojnë se sa vetë një deputet, duke qenë që parlamenti ka 140 deputet. Dhe këtu besoj që duhet kemi seriozitet dhe duhet të lëmë njanë disa nga praktikat të cilat s'kanë rezultuar efektive, kur ka qenë problemi për të nominuar kandidatura apo edhe lista deputetësh. Në fakt, kjo prak fushate, le të themi, nuk ka nisur, kemi dhe 4 muaj, por kanë filluar këto tratativat e para, shoqërohet me akuzat të ashpra ndaj 2 kryetarëve të bashkive socialist, 1/3 sot është nga Partia Demokratike, zoti Shkëmbi dhe Dorheqen. Në opinionin tuaj si janë këto lëvizje? Unë u befasova me Dorheqen e zotit Shkëmbi. Normalisht do të doja që çdo kryetar i zgjedhur ta përfundoj mandatin, sepse vjen një moment që para qytetarëve që të kanë zgjedhur, normalisht duhet funksionoj dhe llogaridhënia. Sepse prandaj politika pastrohet, rinovohet në çdo cikël zgjedhjesh. Dhe kështu që largimi 4 muaj përpara zgjedhjeve vendore, nuk do të ishte një pikë që unë do të mbështesja, madje edhe si deputete e qarkut, sepse Grodeci normal është në qarkun e Korçës, të cilin unë kam nderin që ta përfaqësoj, dhe nuk do ta parapëlqeja këtë, sepse kur diçka nis, të lë të kuptosh që mund kemi dhe raste tjera. Atëherë si do të frenohen këto raste? Pastaj lind pyetja në këto 4 muaj, që është gjithë kjo punë për të bërë, sepse do të kemi të bëjmë edhe me infrastrukturën zgjedhore dhe pushteti vendor ka përgjegjësi shumë të mëdha edhe për organizimin e zgjedhjeve. Atëherë kush do ta bëjë këtë detyrë? Normalisht i bie që të jetë nën kryetari i bashkisë, por tjetër gjë është autoriteti i kryetarit të bashkisë dhe tjetër gjë është autoriteti nën kryetarit. Kështu që unë personalisht nuk do ta mbështesja një praktikë të tillë dhe ndoshta duke qenë e përgjegjshme vetë deri në fund kundrejt elektoratit që më ka zgjedhur, besoj që edhe në ndonjë rast kur deputet kanë lënë mandatin për të bërë diçka tjetër, unë nuk e di vetë ç'do të bëja në rastet që mund paraqiteshe një marrje detyre, nëse do të ishte një detyrë për të mirën më të lartë se sa ajo që unë bëj si deputete, ndoshta do të isha në një dilemë që nuk e di se si do ta zgjidhja, por në çdo rast largimi nga një detyrë kur je i zgjedhur, aq më tepër në pak muaj përpara zgjedhjeve, unë sigurisht që nuk do ta mbështesja. Lidhur me atë çka ka ndodhur së fundi edhe me kryetarin e bashkisë Gjirokastrës, por edhe më përpara me kryetarin e bashkisë Vlorës, unë besoj që institucionet e pavarura duhet funksionojnë. Për sa kohë që në këto raste nuk ka tentativa politike, besoj që dhe uroj që kolegët e mi, unë do t'i konsideroja kolegë, shumë të nderuar madje, uroj që të dalin të pafajshëm dhe besoj që do t'jenë në gjendje ta përballojnë këtë situatë, por nga njëherë jam në një dilemë shumë të madhe. A e kemi bërë ne punën si maxhorancë dhe si parlament lidhur me një lloj qëndrueshmërie në kritikat që kemi bërë kur kemi qenë opozitë? Sepse në 8 vjet kemi nxjerrë letra, kemi nxjerrë dokumenta në parlament, unë i quaj që ato kanë qenë të vërteta, që kemi akuzuar maxhorancën që la pushtetin në 23 qershor. A kemi bërë të njëjtën gjë me Sali Berishën? A kemi bërë të njëjtën gjë me Tiranën tonë? A kemi bërë të njëjtën gjë me Farkën, me Kasharin, që është bërë batërdia në Troje? Dhe dihet që janë të dokumentuara. A kemi bërë të njëjtën gjë me Kamzën, me kryetarin e bashkisë Kamzës që ka patur edhe skandale mbas skandalesh. Dhe ndihem pak keq që nuk i hyn asnjë gjë në këmbë. Sigurisht, unë nuk e di se si ndodh me këtë institucion që i ka akuzuar kryetarët e bashkive respektive. Unë për aq kohë sa kam bashkëpunuar me ta, sigurisht jo vetëm që i kanë dhënë Parti Socialiste dhe qytetarëve që kanë qeverisur mandate të fuqishme, por aman kanë qenë edhe nuk kanë ditur të bëjnë kompromise për interesa vetjake në kurisë të forcës që kanë përfaqësuar apo të atyre që i kanë dhënë votat. Dhe padyshim që i vlerësoj. Dhe sigurisht jam edhe me qëndrimin tjetër që kushdo që mund të ketë abuzuar me pushtetin, patjetër janë
institucionet e pavarura ato që e gjykojnë këtë gjë. Por do të dëshiroja që ne të jemi konsistent, sepse në fundit jemi votuar për të bërë drejtësi, dhe drejtësia sigurisht fillon nga Sali Berisha dhe nga ministrat që kanë qenë në qeverinë e mëparshme. Po të shikojmë shembullin se shpeshherë ne i referohemi Kroacisë, dhe na pëlqen shumë modeli kroat, por aman deri atje sa plotësojmë disa interesa tona vetjake. Qofshin përfaqësues majorancës, qofshin përfaqësues opozitës. Në fakt, shembulli i Kroacisë na bën të mendojmë dhe të veprojmë që ish kryeministri për arsye korruptive, për afera korruptive, u dënua nga qeveria e vet, nga kryeministria që i përkiste të njëjtës qeveri. Dhe në fakt, ky shtet vërtet është për të marrë shembull. Po ne çfarë bëjmë? Neve kapemi për një leje që mund të ketë dhënë, nuk e di, do ta sqarojmë sepse zoti Bime e sqaroi vet, dhe nuk kemi pse të bëjmë propagandë me këtë gjë. Nëse kemi seriozisht luftën kundër korrupsionit, dhe unë besoj që majoranca aktuale e ka seriozisht, atëre le ta nisim simbas volumit dhe simbas përgjegjësive që ka çdo individ. Dhe uroj që kjo gjë të ndodhë, sepse ka patur afera korruptive skandaloze deri në humbje jete. Më lejoni të kujtoj Gërdecin, por edhe ajo që ka ndodhur në 21 janar është shumë e rëndë. Sigurisht është një abuzivizëm me pushtetin, nëse nuk është një rast i pastër korrupsioni, por praktikisht është korrupsion i moralit qeverisës, është korrupsion i abuzivizmit me pushtetin. E vërtet, ka qenë një ndër kartat kryesore gjatë kohës që keni qenë opozit, gjithsesi tani jeni në mazhorancë në pushtet, arsyet pse nuk shkojnë, nuk i dim. Ka deklarata të deputetëve socialistëve, Mblushi, Tom Doshi kanë akuzuar le të themi punën e qeverisë, kanë rezervat e tyre për punën e qeverisë. Si u duket qeverisja deri tani, zonja Dade? Unë i përmbahem një praktike dhe një realiteti që nuk mund të ketë qeveri perfekte. Dhe aq më tepër në Shqipëri dhe në kohën kur kjo majorancë erdhi në pushtet, kuptohet që një gjendje dramatike, edhe ekonomike, po edhe mos funksionimit të ligjit. Dhe në mjaft aspekte, sigurisht janë bërë përpjekje, të cilat njihen edhe nga partnerët tanë, nga Bashkimi Evropian, jo Moskoti, ne e morëm statusin e vendit kandidat, duhet të jemi afirmativ për një sër aksionesh, të cilat kanë rezultuar pa dyshim të suksesshëm, siç është rasti i luftës kundër krimit të organizuar, edhe rastin e Lazaratit, apo dhe rasti i fabrikës tjetër që u gjendë në Zibrak, dhe çdo rast tjetër lidhur me abuzivizmin dhe me krimin e organizuar. Por gjithashtu duhet menduar që ne të zbatojmë programin social-demokrat, në themel të cilit janë politikat sociale, dhe sigurisht njerëzit nuk duhet të ndjehen të braktisur. Njerëzit që jetojnë edhe në skajet më të larta nuk duhet të ndjehen të braktisur, sepse në fundit janë ata që ndjehen efektet e qeverisjes. Ne vazhdimisht takojmë me ta dhe padyshim që na transmetojnë shqetësimet, ka edhe ndoshta një mungesë, si thua, durimi, dhe ndoshta nga gjendja ekonomike sociale tejet e vështirë, njerëzit kanë edhe padurim, sepse në një vit e gjysmë nuk mund të realizohen ato çka mund premtohet për 4 vjet, por unë them që ka hapësira që puna e qeverisë mund të përmirësohet dukshëm dhe unë shpresoj që kjo të bëhet. Për sa i përket zërave brenda, sigurisht ka edhe të tjerë, është tjetër gjë që dikush del publikisht dhe dikush i thot në mbledhjet, sepse ne i kemi të gjitha instrumentat që shqetësimet që kemi t'ia opozojmë ministrave dhe kryeministrit, por nuk ka asnjë gjë të keqe në një forcë politike që mendohet që ka një demokraci të brendshme, e cila ndoshta duhet ishte akoma më e arirë, sepse në fundit nuk janë keqdashje dhe denigrime të qeverisë, nëse ne si grup parlamentar kritikojmë për ta përmirësuar. Dhe më duket një kritik të jetë konstruktive. Dhe në fundit, përmendet edhe në raportin e raportërit për Shqipërinë, që parlamenti duhet bëj punën e vetë, duhet të ushtroj funksionin monitorues për qeverinë. Dhe unë besoj që në një këndvështrim tjetër nga ai që ka patur grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ne nuk mund vihemi në rrjedhje nën komand. Ne kur na duket që diçka nuk funksionon, padyshim
që ulemi e diskutojmë me qëllimin e mirë që të përmirësohet. Dhe në fakt në mjaft element kjo ka funksionuar. Jeni të bindur dhe të ngrohtë që dëgjoheni kur i thoni kritikat tuaja? Qoftë në media, qoftë dhe përmes institucioneve? Tani ne urojmë, në qoftë se qeveria mendon që kjo është një përgjegjësi e përbashkët e maxhorancës që qeverisë sot vendin, është normale që të mos ngrihen mure, por të bashkëpunohet. Dhe unë uroj që në mënyrë të veçantë edhe gjatë përgatitjes për zgjedhjet vendore, besoj që kryeministri do të ulet me deputetët dhe do të dëgjojë të gjitha sensibilitetet që nuk janë tonat individuale, por janë sensibilitetet që vinë nga elektorati që ne përfaqësojmë, me cilët takohemi në mënyrë periodike. Dekriminalizimi është një ndër çështjet më të rëndësishme, është tashmë edhe Komisioni Parlamentar me praninë e opozitës. Në opinionin tuaj duhet të nisi dekriminalizimi që me kandidaturat e këtyre zgjedhjeve lokale, apo mendoni që do të nisi nga viti 2017? Unë nuk e di se cili do të jetë instrumenti, sepse në fakt përgjithsisht ata që janë të inkriminuar, normalisht në një shoqëri demokratike nuk do të votoheshin, pavarësisht që nuk e di cili do të ishte ai organizëm apo institucion që do të bënte seleksionimin. Për shembull, në zgjedhjet e fundit në Moldavi, unë drejtova misionin vëzhgues të OSBE-s dhe që një rast vërtet specifik, por edhe ndoshta i papranueshëm. Një parti u skualifikua pikërisht një ditë përpara zgjedhjeve, sepse ishte shkelur ligji që nuk lejoheshin të financoheshin nga fonde nga zhvendi. Kjo ishte një parti e një biznesmeni, sigurisht pro-ruse, por në fakt që kur është regjistruar kjo parti dhe në listën e kësaj partie kishte njerëz që mendoheshin që ishin të inkriminuar. Atëre kur kjo u regjistrua për zgjedhje, përse nuk u veprua për shembull nga Komisioni Qendror, por aman ajo u skualifikua ditën e fundit dhe sigurisht një ditë përpara zgjedhjeve nuk mund të skualifikohet. Kështu që për sa kohë që ne ende nuk kemi instrumentat dhe institucionet që ta bëjnë këtë gjë, unë do të isha realisht për dekriminalizimin e parlamentit, por në fakt duhet të bijem së pari në konsensus, cilat do të quhen krime. Sepse kemi disa krime që janë bërë në një periudhë shumë afatshkurtër, marrim 21 janarin. Përmendet edhe në këtë draftin e rezolutës, që ende nuk janë vënë përpara përgjegjësisë, ata që e shkartuan 21 janarin. Atëre, a kemi ne njerëz të inkriminuar me ngjarjen e 21 janarit në parlament? Sigurisht që kemi. Atëre, si do të konsiderohet ky rast? Sepse krimi është të shkelësh çdo ligj. Prandaj po them që do t'i çojmë përpara drejtësisë dhe do të kemi një vendim të drejtësisë që ne t'i quajmë të inkriminuar, apo do të vazhdojmë, dëgjova sot Spartak Braun që e bëri këtë koment dhe tha nuk duhet të nominojmë njerëz si të inkriminuar, sepse përndryshe ne do t'i referojmë vazhdimisht Sali Berishës. Dhe në fakt, denigrimi, retorika, jashtë etike dhe e cila ka çuar edhe në akte dhune, është e papranueshme në parlament. Nuk mund të denigrohen kolegët, gjithsesi një filtrim duhet bëhet ndoshta nga strukturat e partisë, ndoshta nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, unë nuk e di kush mund ta ketë këtë autoritet, sepse praktikisht për dekriminalizimin, nëse është fjala për lustracionin, sikurse e kanë përfshirë dhe ka dalë edhe kjo çështje në rendin e ditës, përgjithsisht shtetet që e kanë patur seriozisht rrugën drejt demokracisë e kanë bërë këtë proces në 5 vjetët e para, në 10 vjetët e para. Dhe unë kam dëgjuar edhe mjaft individë të tjerë që janë shumë mirë të informuar për çështjen e dosjeve. Dihet që në 92-shin kur Sali Berisha ishte president, u fol dhe madje pati mjaft informacione që dosjet po asgjësoheshin. Kështu që unë nuk e di a ekzistojnë vërtet dosje tani dhe jemi 25 vjet mbrapa hapjes drejt demokracisë. Pra është një çështje, më duket më shumë për të devijuar vëmendjen nga ato probleme kardinale që kemi tani për të zgjidhur, edhe ndoshta individ caktuar për të marrë një flamur të antikomunizmit, sepse unë besoj që në Shqipëri nuk ka më njerëz që realisht të besojnë dhe të duan që komunizmi të kthehet, sepse praktikisht jo vetëm që vuajtën 50 vjetët e komunizmit, por mentalitetet komuniste të rinjosura në kokrat e atyre që drejtuan vendin për 15 vjet, edhe mbasi u hapën drejt demokracisë,
Janë pasojat e kësaj demokracie të defektoze që ne kemi sot. Janë pasojat e tranzicionit të zgjatur dhe të dhimbshëm, edhe madje edhe me një kategori të caktuar sociale që vazhdojnë të vuajnë dhe nuk kanë parë asnjë përmirësim jetese lidhur me kushtet e demokracisë. Dhe padyshim, kjo e dëmton demokracinë, sepse njerëzit thonë që dikur i kishim të siguruara vendet e punës, pagat, kishim paqe, kishim qetësi, kishim krim, kishim këtë, kishim atë. Pra, një demokraci defektoze është e dëmshme sepse krijon nostalgjira për shoqërinë që kemi lënë pas dhe prandaj ky është rasti me Shqipërinë që në fillim fare ju ofruan modele shumë të deformuara të demokracisë. Pyetja e fundit, sepse kandidatët ende ne nuk i dimë se cilët do të jenë kandidatët për kryetar bashkish, por në opinionin tuaj, meqense kjo është dhe një vot, le të themi, popullore drejt për drejt, nuk do të veprohet më me listat, do të zgjidhen, do të dalin nga këto zgjedhje kandidatët e denjë dhe përfaqësues, apo sërish do të kemi kandidatët e duhur për partinë dhe për kryetarin? E të dyja palve, nuk flasë vetëm. Prandaj do të kthejmë edhe njerë të konsultat që duhen bërë, pra të gjithë elementët që përbëjnë një forcë politike serioze, por edhe jashtë saj, shoqëria civile, sigurisht ajo pjesë e shoqërisë civile që mbështet një program të caktuar, unë besoj që përmes konsultave serioze, përmes një procesi transparent, pa dyshim që nuk është e vështirë që njerëzve të ofrosh kandidatura dinjitoze dhe me gjitha kapacitetet përkatëse. Uroj që kjo gjë të bëhet dhe sigurisht që ne prandaj jemi aty për të kërkuar që të kemi një proces transparent, të kemi një proces konsultativ, jo vetëm qeveri dhe grup parlamentar, por edhe më gjërë strukturat e partisë në bazë, të cilat funksionojnë, pavarësisht që kemi kohë që nuk mblidhemi këtu në qendër, por praktikisht në bazë dhe në teren, strukturat e partisë funksionojnë. Dhe në fakt, edhe përmes tyre neve marrim opinionet për qeverisjen, sepse janë ata që çdo ditë jetojnë me njerëzit atje, në një zonë caktuar. Zonja Dadi, ishte kënaqësi që kishim në studio, jemi mirëpritur në studion tonë. Ishim me zonjën Arta Dade, deputete e Partisë Socialiste, kryetare e Komisionit Parlamentar të Punëve të Jashtme.